Pavarësisht propagandës së Ramës se Shqipëria është pranë Bashkimit Evropian, procesi i integrimit vijon të shoqërohet me kritika nga Brukseli për korrupsionin, krimin e organizuar dhe mungesën e reformave reale. Kryeministri Edi Rama deklaroi sot se rruga drejt Bashkimit Evropian nuk duket më si një horizont i largët dhe sipas tij, vendi është më pranë se kurrë antarësimit. Edhe pse Rama vijon propagandën politike dhe pretendon se antarësimi në BE është pranë, procesi mbetet i kushtëzuar nga reformat dhe lufta ndaj korrupsionit dhe krimit organizuar. Vendi ynë ende sot përballet me kritika për korrupsionin, largimin masiv të rinjve, probleme ekonomike, mungesë besimi tek institucionet dhe problemet me standarde demokratike. Kjo tregon një mungesë reflektimi të realitetit në terren. Në podcastin Flasim, Rama foli për progresin e negociatave me Brukselin dhe cilësoi procesin si rezultat të reformave të ndërmarra nga qeveria e tij. Sipas kryeministrit, negociatat me Bashkimin Evropian po ecin me ritëm të shpejtë e Shqipëria ka hyrë në një fazë të rëndësishme të procesit, duke pretenduar se kapitujt janë hapur në kohë rekord. Qeveria Rama pretendon se ka plotësuar kushtet kyçe për integrimin në Bashkimin Evropian, duke deklaruar me bindje se Shqipëria i ka plotësuar të gjitha detyrat e BE-s. Pavarësisht se procesi ka njohur një ngecje gjatë muajve të fundit, Komisioni Evropian ka vënë theksin tek lufta ndaj korrupsionit në nivele të larta dhe krimit organizuar. Rama vijon propagandën, duke kthyer procesin e integrimit në një flamur për suksese imagjinare. Rama ndërkohë këmbgul se reformat kanë sjellë transformime konkrete në shtet dhe administrat. Pavarësisht deklaratave optimiste të qeverisë, procesi i integrimit mbetet ende i kushtëzuar nga përmbushja reale e reformave dhe vlerësimi i vendeve anëtare të Bashkimit Evropian.